Ndonë celulishta Pazarit është në një fazë rikualifikimi. Sërish kjo hapësirë frekuentohet nga qytetarët shkodran. Rehabilitimi i lulishtes është një proces mjaft i rëndësishëm që pritet të ndikojë edhe në cilësinë e jetës së qytetarëve, por vonesat e punimeve kanë krijuar një shqetësim për qytetarët. Ata kërkojnë që punimet të ecin më shpejt për të kthyer në normalitet këtë zonë kaq të frekuentuar. E mira ashtu është me çik më shpejt, po. Varet që kanë për programin edhe këto tash projekti. Akoma nuk e konceptojmë si projekt, nuk e dim çfarë projekti, nuk baft në gjë e bukur të t'i shërben qytetarëve se kjo është një hapësinë që frekuentohet. Të punohet më shpejt është kjo i ka sjell tan qytetarëve, domethënë një pakënaqësi është fakt. Vleshme gjithçka e re bëhet më mirë. Po zgjasin shumë. Shumë bazite, dalë shumë bëj gjiro me bicikletë dhe në Shirok dhe këthej. Edhe para ditin në një herë. Shumë mirë, inshallah rregullojnë tamam me pas si që ka qenë, se shumë mirë. E frekuentojnë shpesh këtë zonë? Për ditë më ikën Shirok. Kanë faktikisht aty në fotografi duket bukur, po kur të bëhet apo e shohim sa vlefshme është më nëse. Edhe bën mujshëm. Projekti i ri për hyrjen e qytetit të Shkodrës, i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe mbështetur nga qeveria, synon transformimin e kësaj zone në një hapësirë multifunksionale dhe rekreative. Ky projekt përfshin krijimin një parku prej 17 deri në 18 hektar që të përmbajë mjedise sportive, shëtitore, për këmbësor dhe bicikleta, pika panoramike për shijuar pamjet e liçenit, si dhe hapësira për aktivitete dhe koncerte.